Përshëndetje të dashur njerëz dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë jam Elsa dhe le të fillojmë një video të re. Sapo jam ngritur dhe siç e shihni jam bërë edhe gati gjithashtu. Dhe jemi veshur sepse sot kisha vendosur bashkë me Takun që të venim një xhiro nga Glifadha. Dhe pse ditën nuk e kemi të mirë, është shumë ftohtë dhe është krejtësisht gri pa diell, por na duhej që të bënim disa psonja, duhet të bëjmë pak shopping. Unë nuk kam bler asgjë që kur kam ardhur këtu në Athinë. Dhe vendosëm sot të shkojmë në Glifadha, meqense atje ka shumë dyqane. Presoj që të gjejmë gjëra të mira, por mbi të gjitha me çmime të arsyeshme. Sapo kemi arritur këtu në Glifadha, Taku qëndroi në makinë bashkë me Brianin, ishte dhe Orgito bashkë me neve. Fiti për sot është këtu, ose që të visha këtë këmishën me vija dhe sipër kodha këtë jelekun që është në ngjyrën kaf, xhinse, ripi në ngjyrën kaf, këto gjysmë çizmet e mia, ndërsa nga aksesorët kam vendosur dy brezullyk këtu tek këmisha, varsen, vëthët, çantën dhe syzet dhe jemi super gati që të nisim ditën për sot. Ndërsa ky është outfiti i motrës, bluzë të kuqe, gjithashtu e ka kombinuar me çizme të kuqe nga poshtë, xhinse, çantën në ngjyrën kafe, aksesori i motrës i vetëm janë syzet dhe është ka vënë edhe vëthka në këtë ngjyrë kaq të bukur. Dhe kështu duket edhe motra ime. Je gati motra që t'i vërsulemi dyqaneve? Je gati të gjejmë gjëra të bukura? Yes. Le të vazhdojmë. Në fillim themi t'ja nisim nga Mango. Flying through the clouds, I see you in the crowd. Just know I got you. You ain't gotta say my name. You ain't gotta say my name. And you ain't gotta say a thing. Just know that I am here. And you ain't gotta say my name. You ain't gotta say my name. And you ain't gotta say a thing. Just Sapo dolëm nga Mango dhe nuk dolëm pa asgjë, diçka e morëm dhe mezi po pres që ta ndaj edhe me juve këtë super blerjen që bëra. Mbaruam këtu në Glifadha dhe vajtëm në disa dyqane bashkë me Sabin, bëm disa blerje të vogla, por tani them që ka ardhur momenti të kthehemi në shtëpi sepse na ka marrë edhe uria, ka ardhur ora për të ngrënë drekën dhe mendoj që të mos ham ndonjë gjë këtej të pashëndetshme. Un kam bërë edhe fasule dje për sot, kështu që më mirë le të ham në shtëpi. Për blerjet nuk kam mbaruar akoma sepse fola edhe me Merin në telefon dhe e kemi lënë që ndoshta vemi edhe nga moli. Sapo erdhëm në shtëpi, por shikoni pak kunatin, na ka bërë këtu pul. Këtu po bën patate. Okej, këtu po na bën patate, ndërsa këtu janë fasulet e mia. Ja, këtu kemi edhe disa që i paska përfunduar. E Sabi këtu që po na ha patate sepse nuk i reziston dot. Përshëndetje nga dita tjetër dhe siç e shihni që jam bërë gati, sepse kemi vendosur që sot bashkë të vemi të gjithë në Monastiraqi. Atje është shumë bukur, është plot me gjëra të ndryshme për të bërë dhe kështu që vendosëm që të shkonim atje për sot dhe ju jeni
mësuar që tashmë unë i hap videot veç kur jam gati dhe dal, sepse siç ju kam shpjeguar që të shtëpia nuk mundem sepse ka shumë njerëz dhe bëj shumë zhurmë në momentin që bëhemi gati, por pa problem fare, ja kështu, siç e shihni jemi bërë gati dhe po nisemi t'ju bëj dhe një outfit check dhe më pas të nisemi drejt dhe në metro, sepse do shkojmë me metro, sepse nuk kemi parking për makinën atje. Dhe kështu që vendosim të vemi me metro. Outfit of the day është këtu. Jemi veshur e gjitha në kafe sot, kemi veshur çizme kafe, gjithashtu crop top në ngjyrën kaf, tjetat në ngjyrën kaf, e kombinova me këtë fund pantallon në ngjyrën gri, si përholla këtë xhupin që është po prapë në ngjyrën kaf dhe me këtë dushin këtu. Nga aksesorët kam vendosur këto florint që janë të sabit, syzet, këtë varsën këtu, gjithashtu kam vendosur dhe këtë përzulykun këtu. Dhe aksesori më i veçantë është mikrofoni që të dëgjohemi sa më mirë dhe kështu dukemi për sot. Le të shkojmë! Ndërsa ky është outfit of the day i motrës. Motra, fund pantallon si puna ime po në ngjyrën zezë, këto çizmet që kanë në ngjyrën pezh, jo në ngjyrë vishnje. E këtë bluzën, pulovrën të bardhë, çantën në ngjyrën kafe dhe aksesorët. Syzet, florint, varsen, unazat dhe kështu duket edhe motra. I'm looking down from up in the sky. I don't like it. Oh, I've been without you for. Hello, Kunal. Hello, Kunal. A body like a model. You got a body that you always find. Open up a bottle, and baby you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, liquid honey. Oh. Pasi bëm një xhiro super të gjatë në këmbë, pam shumë gjëra të bukura, vajtëm edhe tek lagja Flaka, gjithashtu e vizituam edhe atë, dhe tani vendosëm që të uleshim diku këtu afër për të ngrënë, dhe zgjodhëm këtë pjesën këtu sepse pam që kishte më shumë njerëz nga të gjitha restorantet e tjera. Kjo ishte më cool dhe menduam me qenë se ishte cool do ketë edhe ushqime të mira. Taksera, pëpse, Tanto io appena capito viaggio. Qualcuno invece viene ritornato? Sanno, se dici un buco io sono Hello, mirë mëngjesi njerëz. Sot kam mbyllur takim për të prerë dhe për të lyer flokët në një parukeri dhe
Po nisemi direkt atje, ora është 9 e mëngjesit, unë takimin e kam mbyllur në orën 10 dhe shpresoj që të vemi sa më shpejt, sepse është edhe pak rrugë e gjatë për të vajtur tek parukeria ku kam mbyllur takimin. Dhe nuk jam vetëm për në parukeri, kam edhe Sabin, sepse edhe Sabi do që të presi flokët gjithashtu. Dhe kështu që do vemi të dyja. Donte edhe Meri, por që sot nuk mundej. E dje kur u kthyem nga qendra, nuk ju hapa fare, sepse kur jam kthyer në shtëpi, bateria e kamerës ka qenë në fund fare. Dhe kështu që nuk mundesha që të bëja video. Gjëja e parë që bëra është të vija kamerën për të marrë bateri dhe më pas shkova me taku pak në supermarket dhe përveç supermarket vajta dhe në një dyqan që ishte atje afër dhe kishte gjëra me çmime të arsyeshme, kështu që bleva dhe atje disa gjëra, por jo veç atje, edhe në qendër që vajtëm, bleva edhe në qendër disa gjëra të reja, por që nuk pata mundësi që t'ju tregoja mbrëm, sa po të kthehem nga parukeria me flokë të reja, do bëjmë një mega haul. Dhe sa po kemi ardhur tek parukeria, jam fix këtu për para pasqyrës ku do ndryshohet e gjithë pamja dhe do më shikoni me flokë të reja. Tani Sabi ka vajtur sepse po i lajnë flokët që t'ja presin, ndërsa për mua do vinë një herë që të ma lyen dhe më pas do më bëjnë prerjen. Por që shkoni se sa bukur ndodhet i gjithë ambienti këtu tek parukeria që unë kam zgjedhur për të lyer flokët e mia. Quhet Garos. Na kanë sugjeruar shumë veta dhe më kanë thënë që është një ndër më të mirët këtu në Athinë. E gjendja tek parukeria është kjo, unë sapo kam bërë lyerjen dhe po pres të bëj disa gjëra të tjera, ndërsa motra ka mbaruar. Dhe kështu që po presim të mbarojnë dhe të ikim. Hej, përshëndetje nga dita tjetër dhe sot jemi në ditën e fundit të këtij vlogu. Kjo është dita e fundit që xhirojmë për këtë video. Sapo jam ngritur, koha është perfekte, jashtë është diell, por që unë me zimgrita sepse doja shumë gjumë sot. T'ju tregoj pak të bëj një review të sinqert për sallonin që vajta për flokët dhe t'ju tregoj pak për përvojën time që kisha me sallonin që zgjolla të luaja flokët e mia. Siç e shihni, rezultati i flokëve është ky këtu. Kjo është prerja, kjo është edhe ngjyra. Dhe disi kam mbetur e kënaqur, do të thënë jo shumë e kënaqur, sepse tek prerja nuk kam mbetur fare, kam mbetur përfundrazi e zhgënjur. Supozova që salloni që zgjolla të ishte një ndër më të mirët, duke qenë se reviewt që pash i kishte shumë të mira dhe njerëzit që ma sugjeruan këtë sallonin më folën fjalët më të mira për sallonin. Por që tek ngjyra ishte disi okay, 80% mi kanë nxjerr fiks në ngjyrën që unë doja, ndërsa tek prerja do ju tregoj se çfarë më ndodhi. Kur shkuam me motrën atje, i tregova edhe në çfarë ngjyre doja që t'i luaja flokët e mi, gjithashtu dhe çfarë prerje kërkoja. Dhe në fillim kur pa foton më tha, okay, jam në rregull, e bëj, e marr përsipër këtë lloj prerje edhe këtë lloj boje. Dhe do t'i nxjerr flokët fiks kështu siç ti i do tek kjo foto që më tregovat. Dhe në momentin që filloi parukeri me të mi lyer flokët, sepse procedura e parë që bëm është lyerja e flokëve, dhe kur përfunduam me lyerjen e flokëve, mbeta shumë e kënaqur sepse ngjyra kishte dalë fiks siç unë e doja. Kishte bërë pak a shumë ngjyra të ngrohta dhe jo të ngarkuara dhe të eksagjeruara. Kur filluam me pjesën e prerjes, unë i kërkova të më bënte prerjen butterfly. Gjë që kur e dëgjoj për herë të parë se kishte iden fare dhe madje po qeshte kur unë i thash të fjalën dhe më duk disi shumë e çuditshme,
sepse nuk besoj që thash ndonjë prerje që nuk bëhet apo ndonjë prerje që nuk e bëjnë vajzat e tjera, është një prerje që ka dalë shumë në modë, edhe sidomos gjatë këtyre viteve, vajzat i presin shumë në këtë lloj forme flokët. Më duk diçka absurde që qeshi me këtë gjë, por që nejse, i thash, a ke prerë ndonjëherë të tillë prerje, a je i sigurt që do më nxjerrësh flokët fiks siç unë i dua? Dhe më tha po, e kam bërë edhe në vajzat e tjera dhe jam shumë i sigurt. Okej, filloj nga puna. Në fund fare, kur mbaroj, më tha, ja, kjo është prerja dhe ti kam nxjerrë fiks siç ishi në foto. Në momentin e parë që kam parë veten në pasyrë, kam qenë gati duke qarë, kam qenë gati që të ikja nga saloni, sepse më kishte prerë në një mënyrë shumë të keqe, në një mënyrë shumë të shpifur, më kishte prerë thjesht baluket këtu dhe baluket nuk më kishte prerë fare siç unë i doja, sepse unë i doja të kthyer nga jashtë dhe ai më kishte prerë të kthyer nga brenda dhe flokët e mi rrinin disi kështu sipër, ndërsa nga pjesa poshtë kishte prerë disi drejt. Edhe dukej shumë katastrofë mënyra se si mi kishte prerë. Fillova i kërkova llogari, fillova që po i thoja mos u tallni me njerëzit, mos u tallni me klientët, përderisa ju e morët përsipër këtë pjesën dhe ishit të sigurt për këtë prerje flokësh dhe më thatë po e nxjerr dhe bëj fiks ashtu siç i ka vajza në foto. Dhe i thash në momentin që i pranove të gjitha këto, përse mi bëre në këtë lloj mënyre flokët, sepse kjo lloj mënyre që ti mi ke prerë nuk ngjason fare me gocën që unë ju tregova juve tek fotoa. U konsultua me të madhin fare të parukerisë, ndonjë nga 5 minuta andej, pastaj erdhi tek mua, filloi të mi bënte për herë të dytë flokët, të mi priste të mi rregullonte. Përsëri nuk më nxori fiks siç unë i doja, sepse kisha dhe Sabi me vete dhe i thosha asaj, Sabi hajde pak, mi shiko, a mi ka bërë në rregull, a janë fiks siç tek fotoa? Edhe Sabi ishte me të njëjtën mendim me mua që Elsa nuk po t'i nxjerr mirë fare, nuk dukesh mirë fare. Për herë të dytë përsëri iku, u konsultua për herë të tretë me parukerin e madh fare, pastaj erdhi i madhi fare tek mua, mi pa gjendjen e flokëve. I tregova mënyrën se si i doja që të mi prisnin flokët, vajtën të dy u konsultuan dhe për herë të tretë mi ka prerë dhe okej, nuk është se mi nxori fiks siç unë i doja, ashtu siç ishte vajza tek fotoa, por që okej, hajde mo, bëri diçka, bëri një ndryshim, të paktën nuk ishin aq katastrofë si në herën e parë. Në momentin kur do kryeja pagesën me Sabin, më kërkoi pa frikë 280 euro, do me thënë pagesën e klientëve në varësi të bojës edhe të prerjes që kushtonin. Dhe mbeta pak me gojë hapur, duke qenë se nuk isha frikë t'ja jepja të pagesën, sepse i kisha marrë parasysh se ma kishin bërë të ditur që kur vajta tek salloni që kaq kushton boja, kaq kushton prerja, dhe e dija pak a shumë se në çfarë shifër do vinin flokët e mia. Por që mbeta pak me gojë hapur për faktin që edhe mbeta e zhgënjur, edhe nuk e bën atë punën ashtu siç ishin si profesionista, por edhe pa frikë fare e kërkuan dhe shifrën tamam ashtu siç u merrnin klientëve të tjera. Tani drejtë e mori kur ti e kërkon këtë shifër dhe kur e kërkon fiks ashtu siç u merr klientëve të tjera, minimumi është edhe punën ta bësh ashtu siç klientja ta kërkon. Por që jo, nuk ma nxori atë punën fiksa shumë siç unë e doja, edhe kur më tha të pagesën, i thash absolutisht jo, unë nuk kam frikë që të ta jap këtë pagesë, por veç nga fakti që si ka mundësi që e kërkoni kështu drejt hapur fare, duke qenë se dini shumë mirë se unë çfarë përjetova këtu tek salloni juaj, edhe sa e zhgënjur mbeta nga prerja që juve më bët, dhe më pas më ulën diku tek 40 euro dhe kam paguar 240 euro më pas, sepse jo vetëm me mua, por edhe me motrën të njëjtë gjë pësoi. Motra nuk i bëri i boj, thjesht i preu, edhe ajo nuk mbeti e kënaqur fare nga prerja që i bën. Dhe kështu, njerëz, kjo ishte eksperienca ime tek salloni Garos, që mbahet një ndër më të mirët në Athinë. Tani gjëja e dytë që do bëjmë, sepse kam më duket o 4 ose 5 ditë që xhiroj këtë vlog, të mos ngatroj, mos 4 ose 5 ditë,
dhe nuk ju kam treguar akoma se çfarë blerjesh kam bërë për gjatë këtyre ditëve. Dhe i kam këtu të gjitha rrobat që kam bler dhe mezi po pres që t'i ndaj me ju, kështu që le të fillojmë. Çantat i kam hedhur të gjitha poshtë sepse nuk kisha vend këtu tek shtëpia e punatit, por që do i shihni se çfarë blerjesh kam bërë. Dhe në fillim do fillojmë me këtë xhaketën që ka super dal në mod me këto super ngjyrat të bukura. Edhe me këtë super material që ka dalë edhe këtë material shumë në mod. Unë këtë e ka marrë tek Zara, e ka marrë në masën medium dhe më ka kushtuar diku tek 45 euro. Dhe ta provoj pak të shihni se si duket. Dhe ja, kështu duket e veshur, xhaketa, shikoni se sa bukur duket dhe me sa shumë gjëra mundesh që ta kombinosh. Por shikoni pak këto ngjyrat fantastike që ka. Dhe fillojmë me blerjen e dytë, që po prap është nga Zara. Dhe bëhet fjalë për këtë golfin, ka këtë materialin, leshi është kjo, disi kështu, po, kështu është. Merr pak push me të drejtën, por që të man realisht shumë ngrohtë dhe ka këtë ngjyrën perfekte dhe për në dimër dhe gjithashtu për në vjesht, kombinohet shumë bukur. Këtë e ka marrë përsëri në masën medium dhe më ka kushtuar 30 euro. Tani unë këtë nuk po e vesh sepse kështu rri edhe në trup, por që juve gjithsesi do mi shihni të gjitha këto rrobat që kam bler veshur gjatë gjithë këtyre ditëve që ne do të xhirojmë këtu në Athinë. Dhe kjo ishte e dyta dhe të vazhdojmë në tjetrën. Edhe këto pantalonat përsëri janë nga Zara, më pas kanë marrë edhe pak rrull. Edhe këto pantalonat janë pak a shumë në ngjyrën e golfit, është kjo ngjyra më in dhe më në modë që ka dalë këtë vit, është ngjyra vishnje. Ka një material super të mirë dhe rrin shumë bukur në trup. Këto i ka marrë në masën small dhe i ka marrë në 35 euro. Vini gjithashtu edhe me rritin e vet dhe disi kështu duken. Janë super yll dhe kombinohen me çdo gjë. Po duket se kaq i kishim marrë tek Zara, këto më duket se ishin blerjet e Zarës. Dhe vazhdojmë. Pastaj mora edhe këtë këmishën. Pash që kishin dalë shumë në mod këmishat me ngjyra të ndryshme, dhe sidomos kjo ngjyra. Dhe vendosa me që më kam edhe një tjetër, por i ka vijat në ngjyrë boqedhi, jo në këtë ngjyrën blu. Kështu që vendosa që të merrja edhe një këmishë tjetër në ngjyrën blu dhe ta kombinoj gjithashtu edhe në dimër, por edhe në verë, sepse edhe për në verë është super e bukur. Imagjinoni këtë këmishën të veshur, imagjinoni një palë xhinse të bardha ose një palë pantallona të bardha me një rip kaf, të dukesh super yll edhe në verë. Dhe unë këtë këmishën e ka marrë tek Stradivarius, e ka marrë në masën small dhe e ka marrë me një çmim super të arsyeshëm, 20 euro. Vazhdoj me tjetrën. Doja që të merrja një blazer, duke qenë se unë kam disa të tilla, por doja që t'i shtoja koleksionit tim të garderobës edhe një blazer tjetër në një ngjyrë tjetër dhe vendosa që të merrja këtë me këtë ngjyrën kafe, që gjithashtu edhe këtë mundesh ta kombinosh edhe në dimër, edhe në vjesht, edhe në pranverë. Edhe në pranverë e kombinojnë shumë bukur me gjëra të ndryshme. Do ju them pak se ku e mora, e ka marrë te Bershka dhe e ka marrë në masë small dhe kam përfituar me çmimin 50 euro. Unë këtë po e vesh me qenë se është shumë praktike dhe nuk do shumë kohë që ta vesh, që ta shihni edhe pak se rri në trup, sepse rri super yll dhe nuk e di pse, por më duket sikur më shkon shumë edhe me flokët e reja kjo xhaketa. Kështu duket nga para dhe më duket se shkon dhe shumë me këtë outfitin që kam veshur sot, ka ngjyra shumë të afërta me njëra tjetrën. Kështu duket nga para, ndërsa kështu duket edhe nga mbrapa. Edhe ka këtë super material që ka dalë super në mod këtë vit.
Kjo pra njerëz, kjo ishte edhe xhaketa. U lodha me këtë holin, po kur I lë të gjitha gjërat I tregosh në një ditë dhe në një video, kështu është, por gjithsesi mbaruam. Kjo është e fundit nga ana e rrobave. Dhe bëhet fjalë për këto xhinset. Mora një palë xhinse në ngjyrën kafe, sepse ishin të vetmet që më mungonin në koleksionin tim të xhinseve, ishte ngjyra kafe. Dhe pash që këto xhinset kishin dalë super në modë, edhe këto me këtë ngjyrën, sepse gjithashtu edhe këto kombinohen në verë, në vjesht dhe gjithashtu në dimër, dhe sidomos me këmisha në ngjyrën blu dhe në ngjyrën roz për në pranverë, por që shumë bukur mundesh t'i kombinosh edhe tani në dimër dhe gjithashtu në vjesht. Unë këto xhinset I ka marrë tek Stradivarius, I ka marrë në numrin 36, por që nuk e di se sa kanë kushtuar, sepse këto I kam veshur një herë dhe ju a kam hequr etiketën, por gjithsesi I mbajta këtu tek çanta që t'i ndaja me juve, dhe bëhet fjalë për këto xhinset këtu. Janë të thjeshta, dhe janë super të bukura. Dhe tani do vazhdoj me të fundit fare, mbarua me këtë holin. Kjo që do ju tregoj tani janë të fundit fare dhe janë më të veçantat dhe më të bukura, të paktën për mua. Presoj që t'ju pëlqej edhe juve. Dhe bëhet fjalë për këto çizmet. Ups, se dhe mëra. Bëhet fjalë për këto çizmet këtu që kanë këtë super, më duket si kanë. Po, tani kemi në rregull. Bëhet fjalë për këto çizmet me këtë super ngjyrë, janë këto çizmet si tip cowboy, diçka tillë. Por që pash që kishin super dalë në mod, ishin shumë të bukura, mua në këmbë më rrinin super yll. Dhe vishen me pantallona, vishen me fund, vishen me fustan, vishen me xaketa, vishen me xhinse, me çdo gjë. Edhe ngjyra është yll fare. Dhe nuk është se e kisha në plan që të merra një palë çizme, po kur vajta në Mango dhe I pash, kishte një çmim super të arsyeshëm, por dhe më rrinin yll fare në këmbë. Tani do ju tregoj dhe sa kanë kushtuar çizmet, sepse e kam këtu etiketën se sa kanë kushtuar. Këto tani kanë qenë në çmimin në 90 euro, edhe janë bërë 36 euro. Ky është edhe çmimi I çizmeve dhe këto çizmet, siç u thash, I mora tek Mango. Dhe përveç çizmeve më mbeti fiksim edhe një çantë që ishte në ngjyrën vishnje dhe ajo, edhe kishte të njëjti material me këto çizmet, por që kushtonte diku më duket 70 ose 60 euro. Nuk e mora, por që jam bërë pishmend që nuk e mora, sepse tani që u ktheva në shtëpi, dhe domethënë kur u ktheva në shtëpi atë ditë, më beti shumë fiksim edhe po mendoj që një nga këto ditë të shkoj prapë te Mango dhe shpresoj që ta gjej dhe do e marr dhe atë. Dhe kështu pra njerëzit to nuk po I vesh, sepse I pat se si janë, edhe do I shihni në videot e ardhshme që unë do t'i kombinoj. Dhe mezi po pres që t'i kombinoj të gjitha këto veshjet dhe t'ju inspiroj edhe juve, se jo t'ju dhuroj outfitet të bukura dimërore dhe gjithashtu pranverore, meqense pak kohë na ndajnë nga pranvera. Hej, çiftet e dashuruar, gëzuar shën Valentinin. Dhe jep, edhe ne, si të dashuarit e shekullit që jemi bërë gati, jemi veshur, jemi rrugulluar, jemi stiluar dhe po nisemi drejt në qendër, do shkojmë në Sidetma. Nuk jemi vetëm, nuk jam veçun edhe Taku, është gjithashtu dhe çifti simpatik tjetër, Meri Merini, do vemi të 4 sot, pjesën tjetër I kemi lënë në shtëpi. Ata le të festoj nesër e kanë ditën e tyre, ndërsa sot e kemi ne.
Deri tani nuk kemi mbyllur asgjë, po kur të vemi në Sidekma do shohim sepse kemi marrë në telefon 4 restorante, por që të 4-a nuk kanë pasur tavolinë që të rezervonim. Shpresoj që të gjejmë, se kështu si kam vajtur gjërat që merr 4 restorante dhe që tër 4-ta të mos kenë vend të lirë, më duket se do shkojmë atje në Sidekma, do bëjmë ndonjë foto, ndonjë xhiro dhe do mbetemi pa ngrënë, do kthehemi në shtëpi. Kështu si vajten gjërat, por le të ecim me shpresën që do gjejmë diçka. Dhe do thoni juve që pse s'na ke hapur fare sot, nuk ju kam hapur, sepse sot kam bërë punën e parokeres. Kam vajtur edhe poshtë, sepse nuk ju kam thënë, por poshtë shtëpisë kunatit tim ndodhet Xhaxhi i Rinit, atje rri edhe Rini me Merin. Dhe kështu që do dilin edhe ata, rregullova edhe nusen e Xhaxhit të Rinit, gjithashtu Merin dhe pastaj përfundova edhe veten time. Vemi këtu. Jo, ça thot ky burim? Gjeti një restorant këtu në rrugë dhe thot që do vemi këtu. Po, qire, do vemi atje ku jemi nisur. Po gjetëm, okay, po nuk gjetëm. Si të na vënë gjërat. Jep, edhe siç po ju thoja, këtë kam bërë gjatë gjithë ditës sot. Dhe më në fund përfundovëm që të bëshim edhe ne të dy gati. Unë po e mbyll këtu kamerën tek makina dhe do shihemi në qendër. Ka ngel dhe kjo opsion, Elsa u fut për pyesi dhe tani nuk e di. Ka? Yes! Una bifarra, la devi abbutina in colore. Këto ishin të gjitha gjërat që porositëm, janë 10 nga 10. Cheers! Të fundit janë këto ëmbëlsirat që i kemi dorën nga restoranti. Yummy! Ikim! Nora që Valentini s'po ma jep dorë tani. Por ja që me jetëm qurë dhe për shafuar me Na pe telefoni shiko sa është data. Kaloj 12-ta. 15 data. Hey! Από το πάρκο με έχει πάρει το ντουμάνι. Κάποιος θα έλεγε πως έγινε ρουτίνα μου. Ας έψαχνα